E vërteta për armët kimike të Sirisë, pas shqyruar në librin Heshtja e dy fishte e gazetarit Carlo Bolino, ka nisur të thuhet përtej kryeqytetit. Durrësi ka qenë destinacioni i radhës në një panel këtë herë me analist Shpëtim Nazarko e Ilir Kulla dhe moderatorin Bashkim Hoxha. Për autorin e librit Carlo Bolino, pas refuzimit të kryeministrit të vendit, Shqipëria ka fituar shumë në sovranitetin e saj, pasi sipas tij nuk është lehtë të kundërshtosh një superfuqi sikurse është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria në tërësi e ka fituar kredibilitetin e rangu ndërkombëtar. Pse ka fituar forcë e sovranitetit e vendit. Dhe kjo nuk është pak kur ti e përballon me një fuqia super të madhe si është Shtetet e Bashkuara dhe aleat super i fuqishme si është Shtetet e Bashkuara në marrëdhënie me SBA. Kapitali financiare nuk mendoj që ka humbur diçka. Gjatë biseda ishte përfshirë kjo negociata me fondi... U përfol që do kishte në fakt, qeveria kishte kërkuar një mbështetje nga John Kerry për fitimi financiare që ishte premtuar pak a shumë është arritur edhe pa prezencë armë kimike. Qytetar intelektual, artist dhe pushtetar kanë shprehur interes për të mësuar investigimin e gazetarit italian, të cilat ishin më interesante pas analizës së bërë edhe nga Kulla e Nazarko. Këto 20 vjetë kemi treguar që s'jemi në gjendje të mbrojmë asë gjë, nuk mund mbrojmë as pyet tona, as sekurudat tona, as liqenet tona, lumen tonë, palet të mbajmë depozitat tilla të rrezikshme. Kjo është e bindja ime, bindja njerëzore që Shqipëria nuk ka kapacitete. Nga pikpamja gjeopolitike, pavarësisht se kërkesa ishte e Amerikës, ideja mund të kishte qenë e Rusisë, në mos e gaboj Carlo. Dhe në këtë sens, nga pikpamja gjeopolitike, as NATO-s dhe as Amerikës nuk do t'i interesonte me shumë ashpërsi që të vendoste këtu një depo landësh ose armësh. Kjo ishte një farë zbori ushtarak, ku e gjithë shoqëria shqiptare duhet të tregonte vetë veta. Këto i tregoj edhe shoqëria civile që asnjëherë s'është e gatshme në Shqipëri, me thënë drejtën. Këto i treguan edhe pjesë të ndryshme, siç na tha Carlo, erdhën dhe nga Kosova. Andaj thash unë nuk mendoj që duhet i shtojnë një gjë arsyeve pse po, nga ato që ka thënë kryeministri Rama, me diferencën vetëm që unë jam prapë për po dhe kryeministri tha jo. Shqipëria u gjend në mesin e një interesi ndërkombëtar. Dhe Shqipëria në mesin e një interesi ndërkombëtar, shpresojmë të gjendet prapë nesër, por kush e di kur i vjen radha që të gjendet në mesin e një interesi ndërkombëtar. Dhe fatkeqësisht unë mendoj që në momentin që u kuptua interesi për këtë çështje, palët në Shqipëri, qoftë shoqëria civile, qoftë klasa politike, në fakt e panë më shumë se sa një lojë ndërkombëtare dhe si një detyrim, le të themi, partneri ose le të themi një detyrim historik ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, qoftë edhe formalisht për dënë, sepse në fundit ajo nuk ishte një punë teknike që mund të realizonte Shqipëria, që mund të bëhen në Shqipëri. Autori i librit theksoi ndër të tjera se në libër ka sjell vetëm fakte, duke ja lënë në dorë lexuesve komentet e kësaj ngjarje. Gjithë ato refimi që unë e kam botuar me një germa, burimi A, burimi B, burimi C, burimi D, mbi të cilat naturisht unë personalisht e kam marrë përgjegjësi dhe unë jam përgjegjës nëse ka diçka që nësi dikush ka gënjuar, unë jam fajtor. Megjithatë unë e kam verifikuar, pra e kam kryqëzuar me dëshmit e tjera, dhe ata që nuk ishin marrë një konfirmimi dytë, unë e kam hequr nga libri. Po kishte edhe një pjesë e tjetër e informacione që nuk ishte dalë fare, nuk ishte botuar. Në fakt unë e kam përdorur rreth 35 burime të ndryshme, disa shumë hafër me negociatat midis Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuar, disa teknike, naturisht edhe disa politikane, megjithatë të gjitha dëshmitare drejt për drejt të historia. Në debate u përfshin edhe pjesëmarrësit në sallë, të cilët ndanë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje, e cila edhe pse kanë kaluar disa muaj, vazhdon të shkaktojë debate të shumta. Në promovimin e librit ishte edhe kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako.